Të nderuar këshilltar, Julius të zënë vendet. Të nderuar të pranishëm, vazhdojmë seancën për të cilën u dakorduam që më nda në dy pjesë. Pikat të cilat kanë mbet pa u diskutu, muj me fillu me ren, jem tek raporti i punës së kryetarit të komunës për periudhën janar-qershor 2022. Po fillimisht kisha kërku konstatimin e prezencës. Arjenet Sadiku, Avdur Aliu, Imran Haziri, Shpresa Kurteshi, Teuta Syliqi, Ramed Ramadani, Gentret Mërseli, Sami Ahmeti, Afrdita Bolaj, Drenush Maloku, Latif Maliqi, Besim Guda, Muhedin Haziri, Gresa Avdiu, Riyad Elezi, Ismail Kurteshi, Besnik Shola, Laurent Shaboni, Laurent, Valdrin Bajrami, Krenore Latifi Kshiku, Derim Haziri, Arber Musliu, Mimoza Kadriu, Armeria Jakupi, Fatal Milazimi, Bujar Nevzade, Suzana Selimi, Erestina Isufi, Ekrem Krediu, Nazim Gagisa, Ardita Ukshini, Arin Ibrahimi, Emra Ismail, Sreten Trajković, Kushrim Kadriu. Kryesues 6 mungojnë 29 prezent. Ju falenderit. Atëherë vazhdojmë me pikën e ditës. Urdhna, Alel. Mirëseardhje, përshëndetje për gjithë. Edhe kolegët e kuvendit, edhe ekzekutivin, gazetarët të gjithë tjerët, edhe përfaqësues të Komisionit të Aksionerëve, Sami po shoh. Për gjithë mirëseardhje. Para se me vazhdu me punë, nuk mëna me harru edhe me vazhdu veç qashtu. Hajde po vazhdojmë. Se diçka ka ndodhur në seancën e mbrëmtë, që nuk është shumë e vogël. Kryetari e lëshon takimin, e lëshon seancën këtu, pa arsye, dhe i lën 35 këshilltar komunal, zdia e në konkret, po i lën këshilltar komunal këtu të prit edhe të këqyr, dhe veç u del pa arsye. është në nënçmim i pozitës këshilltarit komunal. Me lënë bashkë ashtu, veç me uqua dhe me dalë. Na jemi këtu përfaqësues. Me mbledh votat tona gjithë përfaqësuesve këtu, sillen që aty dikun të votat e kryetarit. Po jemi përfaqësues të gjithë qytetarëve të komunës Gjilanit. Na 35 e përfshim krejt territorin e komunës Gjilanit. Edhe bashkë me na nënçmu në qatë mënyrë, kur du unë dal, kur du unë hy, nuk është në rregull. Kryetari nuk e ka obligim me ardhë në çdo seancë. Po do obligime i ka me ligj. E ka obligim me ligj, me ligjin për veçevrisje lokale në 58. Jam përgjegjësitë e kryetarit për shkruan atë. Edhe është një pikë e çti nene, e cila thotë që është obligim i tij. Edhe nuk mundet raportet që kom i dhonë 2 herë në vjetë, e ka për obligim me ardhë 10 personalisht me dhonë. Nuk mund mja delegu dikujna atë. Edhe ka për obligim me ardhë sa herë që e thirë me na kuvendi këto, që i bom me bashkë e thirëm. Edhe me najtë deri sa kryet mbledhja. Për çet arsye për mos më zgjat më shumë, në emën të këshilltarëve të LDK-s, edhe të kolegëve
partner të opozitës, si jemi kërkoj që për me vazhdu punën, fillimisht kryetari me dhoni një kërkim falje ndaj neve këto, edhe me vazhdu me punë. Jemi për me vazhdu me punë. Faleminderit Abdul. Para se me fillu këtë pikë, si duket ndoshta dhe ju nuk I keni parasysh apo po tentoni me skalu situatën edhe për mjalçu pikën kryetari. Nuk është hera e parë kur bëhet pyetje e kryetari jep përgjigje nuk leni me e përfundu. Edhe fjalorin e përdorën në seancën e kalume, ta kem parasysh që është vrejtje edhe publike ndaj jush, po edhe për sjelljen e secili prej këshilltarëve komunal kur nuk e ka të drejtën pa ja dhënë fjalën me repliku. Kështu që në rast se kërkoni diçka prej dikujt, fillimisht në shikoni veten fillimisht. Ta kem parasysh, nuk është seanca e parë, edhe ndoshta nuk do të jetë e fundit, po shpresoj që do të jetë e fundit në çështjen e komunikimit edhe shprehjes për momentin kur dikush flet dhe të tjerët ndërhyjnë për me eskalu situatën edhe me prishërën e ditës, veç kujtohnë në kuvendet e kalume sa ka pas respekt kur dikush ka pas fjalën. E jo më u bë praktik në këtë mandat, që çdo herë që kryetari merr fjalën me tentu me ndërprer dhe mos me lënë diskutimet deri në fund. Nalë dhe shikoni të gjitha seancat e shihni që ka qenë e njëjta që është praktiku. Para se me kërku falje dikush, pra po them, shikoni veten edhe mandej reflektoni edhe ju të tjerë në këtë rast. Kështu që vazhdojmë me pikën e rënditës, nuk po hapim diskutimet. Nuk ka nevojë seanca me fillu, kështu që në këtë pikë të diskutimit se nuk është pikë edhe komo diçka e rëndësishme. Kështu që vazhdojmë me pikën e rënë ditës, Abdul. Abdul, vazhdojmë me pikën e rënë ditës. Lës kryetarin Nuk kom fy. Dy herë më kanë fakturu dy fymje. Asnjëna nuk kanë ndodhur. Herën e parë, edhe tek PZK-ja ka pas ofendim të skajshëm. Ska pas ofendim as te PZK-ja as atë ska pas ofendim. Edhe kur njëtë nuk përfundoj kërkon. Të dy rastet abil kanë ndodhur. Po s'ka ndodhur, janë ingjizimet që dëgjohet shumë mirë. Kena folë në anglisht për bijat, për germat bë, kryetari ka folë në anglisht, unë kam folë në anglisht. Nuk është e njëjtë Abdul. Mani se ajo është anglishtja jote dhe anglishtja kryetarit dallon. Po çka dallon anglishtja? Dallon shumë. Dallon shumë. Po kështu që nuk ka nevojë me hi në këto diskutime, vazhdojmë me punimet e seancës. Nuk vazhdojna, pa kërku falje nuk vazhdojna, na veç mujna mu qu. Abdul, të lutem, u krym. Në seancën e kalim. Si çdo rast, Abdul. Abdul, të lutem, tash vazhdojmë me punimet e seancës. Raporti kryetarit komunës, lës kryetarin të vazhdoj.
Mungesë të korumit e shohim mundësinë për një pauzë një 30 minutëshe.